e kam shkruar dhe në një status, duhet që mos të harosh fëmijën makinë. Jo vetëm mos të harosh, sepse gjithë impenjët tona janë, e kemi thënë gjithmonë që fëmijën zakonisht e kemë mbrapa të sedilja, por lerë një diçka në sedilën e parë të vetën të ati, ose lere çantë mbrapa tek fëmija, që kur të zbresë i detyror, ose lërë qersat, ose lërë çfarë do lloj gjeje që ti nuk shkon dot në punë, qersat e zyrës, je i detyror kontrollosh aty. Dhe një veti e keqe që kemi gjithmonë për shembull si njerëz, që themi, po e lë 5 minuta vajta dhe nuk për 10 minuta temperatura brenda në makinë mund të shtohet nga 10 dhe 20 gradë, për 10 minuta. Pra, qofse ti u vonove se gjete një radhë, ose humbe përqëndrimin e humbe kohën dhe le fëmijën, shkoj 50-60 gradë temperatura, denatyrohet fëmija, humbet jetën. Ose një moshe tretë që e ke marrë vetë që nuk lëviz dot. Makina i ka këto kushte. Edhe po ule pak xhami nuk ndryshon gjë. Ose duhet t'i ullësh fare, po sidomos është llamarina, është pika e diellit që të bie mbi mjetin. Dhe temperaturat kanë këtë, kështu që ato duhet të jenë më të kujdesshëm. Pastaj, fëmija i vogël nuk të kërkon ujë. Po nuk i dhe. Po nuk i dhe. Mosha e tretë nuk e ka etjen si që ka një i ri.